Debati politik në kuvend është përshkallëzuar pas paralajmërimit të fundit të ambasadës së SBA-ve në Tiranë për rreziqe të mundshme sigurie, duke nxjerrë në pandasit mes mazhorancës dhe opozitës për mënyrën e trajtimit të situatës. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu kërkoi që çështja e sulmeve kibernetike të dyshuara nga aktori iranian të diskutohet me urgjencë në kuvend. Ai tha se kryeministri duhet të japë shpjegime të detajuara për masat e marra dhe situatën aktuale, duke kritikuar mungesën e informacionit nga institucionet shqiptare. Kemi një rast dhe që domosdoshme që sot kryeministri i Shqipërisë duhet të referoj përpara parlamentit shqiptar, duhet të dëgjoj pyetjet e deputetëve shqiptar, duhet të dëgjoj shqetësimet e deputetëve shqiptar në lidhje me këtë çështje dhe duhet të jetë prezent për sqaruar këtë parlament për çfarë po ndodh, çfarë mase janë marrë, ku po ecet, sepse realisht nuk po shoh një reagim adekuat të qeverisë shqiptare dhe as të presidencës për mbledhjen e Këshillit të Mbrojtjes Kombëtare. Nga ana tjetër, ministri për Europën dhe punët e jashtme, Ferit Hoxha, u shpreh se autoritetet shqiptare janë në kontakt të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar, përfshirë SBA-n dhe NATO-n, dhe se aktualisht nuk ka arsye për alarm. Jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, janë diskutime që bëhen në forumet e ndryshme, por ajo që duhet të them është që vlerësimi që kemi sot, duke i ndjekur me vijimësi të gjitha ngjarjet, të gjitha deklaratat, të gjitha zhvillimet, është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kundërshtoi që tema të trajtohej jashtë kuvendit, duke cilësuar çështje serioze sigurie kombëtare. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se po minimizon paralajmërimet e SBA-ve dhe kërkoi praninë e tij në seancë për të dhënë sqarime. Çështjet e sigurisë kombëtare nuk janë çështje as Twitteri, as qëndrimeve me burimet qeverisë, as çështje kafenesh. Janë çështje të rëndësishme. Sigurisht për të mos e përdorur për politik dhe për të mos ngjallur asnjë shqetësim tek qytetarët shqiptar, më duhet nënvizoj që në fillim se ne si deputet nuk kemi asnjë informacion mbi çështjet që trajtonte dje njoftimi zyrtar i ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu kërkoi aktivizimin urgjent të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duke argumentuar se situata me Iranin dhe zhvillimet e fundit kërkojnë analizë të thelluar institucionale dhe jo vetëm përplasje politike. Unë i kërkoj Presidentit të Republikës që të thrasë urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të analizuar një situatë e cila nuk mund të kapërcet thjesht me deklarime këtu në kuvend, as me politizimin e kësaj çështje. Po ju kërkoj edhe ju, zoti kryetar, si numri 2 në hierarkinë protokollare të shtetit dhe ish ministri i mbrojtjes që t'i kërkoni Presidentit të Republikës të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Arsyet janë më se të shumta. E para, Shqipëria ka një konflikt hapur me Iranin që në kohën kur ka pranuar këtu rezistencën iraniane. E dyta, Shqipëria ka larguar shërbimin diplomatik iranian dhe ka shkëputur marrëdhënien diplomatike me Iranin. E treta, para një jave këtu është miratuar një rezolut që ka të bëjë me shpalljen e Gardës Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Nga kampi i mazhorancës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se nuk ka informacion zyrtar për rrezik konkret ndaj Shqipërisë dhe i bëri thirrje opozitës të shmangë sipas tij teatrin politik. Nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve. Jep hesap para drejtësisë, mos më hajde këtu fare ti. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve Kenja 20 vjet tu. Iga, jep aty. Mjaft na bëre ti sigurie përfaqësuesi Kongresit ti. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka bërë të ditur se janë në komunikim me ambasadën amerikane dhe se masat e sigurisë janë shtuar, por pa evidentuar kërcënime konkrete. Janë të angazhuar maksimalisht Policia e Shtetit përmes strukturave të antiterrorit, Policisë Kriminale, FNSH-s dhe Sigurisë Publike, duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me të paktën 2 ambasada në vend. Pra ky është një fakt që nuk ka lidhje me posimin e dieshëm, ka shumë kohë më parë dhe sigurisht ka një vlerësim nga Policia e Shtetit lidhur me rreziqe të mundshme të terrorizmit apo elemente të tjerë kriminal. Ka edhe një plan veprimi i cili bën bashkë me detyra specifike çdo strukturë përgjithëse në Policinë e Shtetit. Dhe fakti është që Shqipëria
mbetet një vend i sigurt për qytetarët shqiptarë dhe gjithë ata që e vizitojnë Shqipërinë, për te postimeve që ju për fat keq i lexoni vetëm kur vin nga Irani apo që lidhen me Iranin, por jo për protestat e dhunshme me Molotov. Në të njëjtën linjë ishte edhe ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, i cili theksoi se nuk ka arsye për t'u alarmuar. Besoj që nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për të pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur në bota ndodh një situatë tepër vështirë. Informacioni saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim të prerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi cënuar nga kryeminitaria e aktorëve të lidhur me atë shtetëve që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mosh, të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Debati vjen në një kohë tensionesh të shtuara ndërkombëtare dhe marrëdhëniesh të përkeqësuara mes Shqipërisë dhe Iranit, ndërsa ambasada amerikane paralajmëroi se grupe të lidhura me Iranin mund të kenë në shënjestër opozitën iraniane në Shqipëri apo edhe subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.